Çmimet e materialeve të ndërtimit po rriten me ritëm më pak si inflacioni, duke i lehtësuar ndërtuesit nga barra kostove dhe duke u lënë më shumë hapësirë përfitime. Sipas Instat, kosto e ndërtimit për banesa u rrit me 1.4% në 3 mujorin e tretë vitit 2025, pak më pak se 1.6% që ishte një vit më parë. Kjo tregon se çmimet po rriten, por me një ritëm më të ngadalt. Grupi që ndikoi më shumë në rritjen e kostove ishin pagat, të cilat u rritën me 6.6%, pasuar nga shpenzimet për makineri me rritje 2.4% dhe transporti me 1.7%. Nga ana tjetër, çmimet e materialeve ranë me 0.6%. Për shkak të uljes së çmimeve të materialeve të ndërtimit, materialeve elektrike dhe komunikimit, si dhe materialeve hidrosanitare dhe ventilimit. Në krahasim me 3 mujorin e mëparshëm, kostot u rritën me 0.4%, shpenzimet për paga u rritën me 1.1%, transporti 0.8%, makinerit me 0.5% dhe kostot e tjera me 0.1%. Shpenzimet për materiale ranë të ndikuara kryesisht nga materialet e ndërtimit, ndërsa materiale elektrike dhe ato hidrosanitare u rritën pak.